nderuar, po nuk pati cilësi, jo 2 dhoma ta bështi, po 12 kate bëhe, nuk ndryshon gjë. Se e di kush do vejnë senat. Tauland Baua, ata tjerë, senator, një pjesëvend përjetshëm, ndoshta se varet modeli që zgjedhin. Tani, mund të shkojmë këtu. Zgjidhja është një dhe vetëm një. Hajde të ndërtojmë mekanizmat me sistemin aktual që kemi për të prodhuar cilësi, konkurencë, që të mirët t'i thrasin në politikë. E keni vënë re që nuk vinë më të mirët në politikë, nuk guxojnë. Pse? Se është kthyer në një aren balte, në një aren kurthi, në një aren intrige, servilizmi, dhe kjo bën që e kemi shumë të vështirë sot t'i themi një njeriu të mirë, hajde, se thot, la aman jo. Tani qatë mirë e shpresim në politik, ti ke marrë, do më thënë partia bashkë me koalicionin, keni marrë 64.000 vota dhe nuk keni deputet. Tani, unë personalisht kam fitu i zonat e cila nuk ka deputet, as majt, as djathë, se kupto, Bashkia Krujës, që u fitu nga Partia Demokratike kësaj radhe, dhe unë dole njeriu më i votum, nuk ka deputet. Legjislaturën e kaluar ka pas 4 deputet nga zona. Kësaj radhe 100.000 banor nuk kanë deputet. Ky është kodi zgjedhor që po flasim. Ky zotnia nuk donte më ulon më kandidu, apo jo? Dhe u desh i vendimi i kolegjit zgjedhor që talente. Pra e kupton, ti ke 3 drama këtu në tavolinë, më burr. Jo me dal për tej pastaj. Të pyesë pak zotin Nika lidhur me këtë gjë, sepse është kandidati i pavarur 3 drama, jo 3 drama. Jo 3 drama, pra po them. Ke edhe tjera se e personalizuam neve, po të mora shembullin konkret ku jemi në tavolinë. Qartë, zotin Nika, keni një mision përpara për të thyer, le të themi, kandidatin tjetër të pavarur, ndërkohë edhe kandidatin e zyrtarit të Partisë Socialiste. Pse e morë të vendim? Unë kam një mision për fituar Bashkinë e Vlorës. Nuk kam mision për të thyer asnjërin as tjetër. Ky është misioni im. Edhe të them drejtën, kanë qenë presionet politike të cilat e kanë quar KQZ-n dhe Kasin në atë vendimarrje, pasi unë e shpreha që në momentin e parë, pasi rasti im ishte i pastër ligjërisht që duhet të regjistrohesha, duke qenë antar i Këshillit Bashkiak, lojrat e tyre teknike, por kolegji zgjedhor vendosi sot 15-0 për të më futur në garë dhe për të vazhduar garën. Unë besoj që Vlora, në qoftë se qytetarët i ndërgjegjësohen dhe janë të ndërgjegjësuar, Vlora mund të thyet. Për shumë arsye, pasi Partia Socialiste e ka drejtuar Vlorën për 27 vite, nuk ka prodhuar asgjë. Në 27 vite Vlorën e ka drejtuar rreth 15-17 vite drejtor, dhe nuk mund doktor, dhe nuk mund ta drejtojë përsëri një doktor. Vlora ka nevojë për një analizë financiare të thelluar Bashkia. Për ta quar përpara do energji të reja dhe kam nevojë me të vërtet për ata njerëz të cilën kanë luftuar për qytetin. Kështu që unë besoj që presioni politikës për vendimin ka qenë shumë i madh. Unë që prej ditës nesme filloj fushatën aktive, data 1 kur i bie, dhe nuk është se unë e kam ndaluar ndonjëherë, pasi unë që prej 2023 që jam antar i Këshillit Bashkiak, luftën e kam bërë për qytetarët, ne kemi bërë shumë gjëra të mira. Kush ju mbështet në këtë sfidë? Qytetarët, demokratët dhe militantët dhe gjithë struktura e Partisë Demokratike. Pse e them këtë? Po e them dhe po e përsëris sepse kjo ka qenë një gjë që unë e kam diskutuar me kryetarin e grupit që është në Këshillin Bashkiak zotin Hoxha Atirdin, që është dhe ish kryetari i Partisë Demokratike pasi kur ishte ngar ka dhënë dorëheqjen. E kam diskutuar edhe me kryetarin tjetër të grupit Partisë Republikane dhe kemi dakordsuar që njëri prej nesh duhet të ishte ngar për t'i dhënë vlerë qytetit dhe për t'i dhënë garës, duke qenë që të tre ne në Këshillin Bashkiak kemi bërë një luftë shumë fort to periudhë. Ata nuk kanë dashur kandidoj dhe e lam dakordsuam që unë do isha kandidati. Emri im ka dalë në propozimet në kryesinë e degës Partisë Demokratike, është propozuar dhe nga forcat e tjera aleate. Po çfarë ndodhi? Është diskutuar, ka qenë një vendim i qendrës edhe i PD-s-s edhe i drejtuesit politik për të lënë kandidatin e pavarur, të cilën ata kanë vendosur për ta mbështetur zotin Sota. Kjo është një dëshirë e tyre, vullneti i tyre, e gjithë struktura. Po pse mendoni se nuk ishte emri juaj? Atëherë, unë mendoj që nuk ishte emri im, sepse unë nuk jam pjesë e pazareve dhe unë besoj që Vlora, në qoftë se nuk do të futesha unë në garë, Vlora do kishte një garë me 2 kandidatë të majtë. Pse e them këtë? E them këtë me bindje të plotë, sepse edhe aktiviteti që ka bërë kandidati i pavarur në këto 5, 6 apo 7 vitet e fundit ka qenë i tillë dhe besoj që Partia Demokratike mund të dilte me një kandidaturë, jo se duhet isha unë, mund të nxirrte këdo për t'i dhënë Vlorës një garë me vlera dhe për t'i dhënë Vlorës një garë qytetare. Unë kam hyrë në atë garë për qytetarët, pasi e ndjej detyrim
kërshia atyre qytetarëve për t'i mbështetur dhe për të bërë më të mirën. Në 2013 kur kandiduat për Këshillin Bashkiak keni thënë në 2023. Në 2023 kam qenë pari listës Partisë Demokratike. Po, keni thënë që përçarja i shërben Ramës. Në këtë rast mendoni se do shkohet drejt një bashkimi aty apo? Jo, atëherë unë po ta them diçka tjetër. Në 2023 që unë kam qenë edhe kandidati i Partisë Demokratike për të futur në garë për Bashkinë e Vlorës. Në atë kohë unë kam diskutuar me zotin Shara, i cili ka qenë kandidati që doli në atë kohë nga rithemelimi, dhe kemi dakordsuar që unë i kam lënë gjithë komisionerët, i kam bërë sepse ne kemi një dakordsi, domethënë gentlemanësh në qytet, pavarësisht çfarë ndodh lart, dhe kam vendosur që mos të dalë në garë në atë kohë për të lënë zotin Shara për më të bërë ndarje të votës. Kam mbështetur listën dhe kam qenë i pari listës Partisë Demokratike në atë kohë dhe aktualisht sot jam kryetari i grupit të PD-PDU në Këshillin Bashkiak. E prisni edhe një marrëveshje gentlemanësh edhe në këtë rast apo i keni të shuar shpresat? S'ka për lidhje për shpresë, marrëveshja duhet vi spontane, sepse unë me zotin Shara njihem që prej vitit 97 kur kemi rikrijuar kryesinë e forumit Partisë Demokratike. Jeni kontaktuar nga sekretari i përgjithshëm Zoti Noka? Absolutisht jo, s'kam asnjë kontakt me asnjëri. Kontakti vetëm ka qenë, domethënë çfarë kam dëgjuar, ka qenë një përgjigje zotit Berisha në konferencë për shtyp, ku është prehur që zoti Nika nuk është pjesë e Partisë Demokratike, po është ish kandidati i zotit Basha dhe zotit Alibej. Unë ja kam kthyer përgjigjen publike edhe për atë pjesë. Kështu që ne ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që unë ta garantoj që Vlora do ketë surpriza të këndshme, pozitive, dhe ta garantoj që në qoftë se ka një ndërgjegjësim qytetar, në qoftë se zgjedhjet bëhen në mënyrë korrekte dhe nuk ka abuzime me votat dhe nuk ka manipulime të votat, Bashkia e Vlorës thyet shumë kollaj. Ju falenderoj shumë për gjithë mesazhet që